Mos harroni që të bëni subscribe dhe të ndisni zilen që mos të humbisni asnjë postim. Përshëndetje të gjithëve, qef i madh shumë t'ju flas tani nëpërmjet Instagramit. Por s'më ka marrë malli për të secilin për ju, edhe për ata që nuk i njoh. Nuk ju shpreh dot sa e bukur është të gjenden në rrugë të Tiranës dhe të marrë përqafimet tuaja. Jam krenar që shumë për ju që të jashtë janë krenar me mua, edhe nuk e shpreh dot dashurinë që ndjej për secilin. Po do takojmë, bota është e vogël, edhe siç duket nuk është rritur për sa kohë kam qenë Big Brother. Do t'ju flas për një gjë tjetër tani, do t'ju flas për atë eksperiencën time të lidhur ngushtë me politikën e me radhë, sepse në 13, 14 dhe 15 prill bëhet ajo që quhet Samiti i Diasporës. Në këtë moment tani jam fiks në Agjencinë Kombëtare të Diasporës, në Ministrinë e Jashtme, ku kam patur fatin të punoj për goxha kohë. Dhe do të thoya çdo shqiptar që jeton jashtë vendit të marrë pjesë në këto 3 ditë, 13, 14 dhe 15 prill, një event madhështor që bëhet në Pallat Kongreseve, ku do të kemi mundësi të krijojmë ura, lidhje, komunikimi mes njëri tjetrit dhe një lloj ta bëjmë shqiptarinë që është e ndarë gjeografikisht goxha, shumë më e madhe se sa sipërfaqja e vendit tonë, bashkë. Është me rëndësi kjo gjë. Si një person që kam jetuar vetë në Gjermani dhe kam provuar çfarë do të jesh pjesë e diasporës, me eksperiencën time në Deutsche Welle, në organizata të tjera ndërkombëtare jashtë vendit, besoj që Samiti është një mundësi e shkëlqyer jo vetëm për të bashkimin që është thelbi i tij, por edhe për të njohur njëri tjetrin, sepse në botën e madhe, 2 shqiptar bashkë bëjnë një diferencë më të madhe dhe më të fortë se sa njëri vetëm. Ju përshëndes shumë dhe ju uroj të mira. Dhe ju ftoj me shumë qejf të merrni pjesë në Samit, ku do të jem sigurisht edhe unë. Ju dua shumë, kujdeseni për vete.